aty, Sherman? Kibbles apo bit? Pra, ti je duke ngrënë ushqim njerëzor, ëh? Sigurisht që je. Babyt është një qen, kështu që dhe ti je një qen. Atëherë, ta tregoj unë. Kape! Shko ta marrësh. Jepi qenush, shko të marrësh ushqimin. Ha pra, shko ta marrësh. Sherman, shko të marrësh ushqimin. Ha pra, bëu një qenush i mirë. Kemi djalosit, Charlie. Çfarë të solli deri këtu? Nuk e drejton dot paftën? Gjuajtja nuk është e fortë? Unë të jem në gjendje të të ndihmoj, Charlie. Ajo sapo më lexoi një listë gjatë romanesh të shkëlqyera. Huckleberry, diçka, thekri me byret, por ajo thashë libri më i madh i të gjitha kohërave, quhet Historia e lodrave të Leos. Një moshuar që quhej luftëtar. Paqe.